Assalamu alaikum, miqtemi të vegjël. Ja ku jemi dhe sot së bashku. Pa humbur kohë, fillojmë me pyetjen e radhës. Mësuese flutura, kam një kurreshtje. Kur Ademi alayhi salam dhe Hawaja zbritën në tokë, si u ndjenë? A ishin të trishtuar apo e panë këtë si një fillim të ri? Subhanallah, kjo është një pyetje shumë e ndjeshme nga e cila do të kuptojnë fëmijët e dashur se si të përballemi me ndryshimet e mëdha në jetë. Kur Ademi alayhis salam dhe Havaja zbritën në tokë, ata sigurisht ndjen mall për xhenetin. Xheneti ishte për ta shtëpia e parë, ku çdo gjë ishte e lehtë dhe e bukur. Ndërsa në tokë, çështja ishte ndryshe. Këtu ata duhej të punonin për të gjetur ushqim, duhej të ndërtonin një shtëpi që të mbroheshin nga të ftohtit apo të nxehtit, por se megjithatë ata nuk u ndjen, nuk ishin të dëshpëruar. Pse nuk ishin të dëshpëruar? Ata nuk ishin të dëshpëruar sepse Allahu subhanahu wa taala i kishte falur ata. Ata ndjeheshin të lehtësuar në zemër. Ata e dinin se edhe pse nuk ishin në xhenet, Allahu ishte me ta. Dhe ky besim u dha forcë atyre që të mos dorëzoheshin përpara trishtimeve. Ata e panë tokën si një fillim të ri. Dhe Allahu subhanahu wa taala i kishte caktuar ata si mëkëmbës në tokë. Ademi alayhis salam filloi të punonte tokën, filloi të mbjellte, Havaja u bë nëna e parë që u kujdes për fëmijët e saj, ata filluan gjithashtu të ndërtonin familjen e parë njerëzore. Dhe Allahu subhanahu wa taala ju dha atyre një lajm shumë të mirë. Ju tha, nëse ju dhe fëmijët tuaj ndiqni rrugën e drejtë dhe bëni vepra të mira në tokë, do të ktheheni përsëri në xhenet përgjithmonë. Dhe ky premtim i bëri ata që të punonin me vullnet dhe me gëzim. Dhe nga kjo gjithashtu kuptojnë fëmijët e dashur se të jesh i mërzitur, të mërzitesh për diçka është njerëzore, është normale. Dhe është normale që të ndjesh mall për diçka që ke humbur, por nuk duhet të ndalojmë aty. Kuptojmë gjithashtu se puna është nder. Ademi alayhis salam na mësoi se duhet të punojmë fort për të ndërtuar një botë të bukur. Edhe gjithashtu kuptojmë se toka është një urë. Ne këtu jemi udhëtar. Jeta në tokë është si një shkollë ku mësojmë të bëhemi njerëz të mirë që të meritojmë pushime të gjata në xhenet. Sa bukur! Allahu na e mundsof xhenetin. Dhe për në fund mësuese, kur filluan jetën në tokë, si ja dolën? Si e siguruan ushqimin? Si jetuan dhe si ja nisi rrugtimi i tyre larg xhenetit?